Njërisi e rëndësishme do të shoqërojë sezonin e ri të futbollit shqiptar me synimin për të dhënë më shumë hapësirë talenteve të rinj në A Biznes Superiore dhe Kupën e Shqipërisë. Skuadra do të kenë detyrimin të aktivizohen nga minuta e parë të paktën një futbollist të datëlindjes 2007 në vijim me pasaportë shqiptare. Sipas rregullave, futbollisti i ri duhet të qëndrojë në fushë për të paktën një pjesë loje. Vendimi synon që klubet të orientohen më shumë drejt promovimit të lojtarëve të akademive dhe të krijojnë atyre mundësi konkrete për të marrë minuta në nivelet më të larta të futbollit shqiptar. Trajneri i moshave Arben Parmeza e vlerëson pozitivisht këtë vendimmarrje, duke e konsideruar një mundësi të rëndësishme për futbollistët e rinj që kërkojnë të bëjnë hapin drejt ekipeve të para. Unë do ta quaj një lajm shumë pozitiv për akademitë, për të gjitha akademitë shqiptare, të cilat më sa mundën punojnë për të ndërtuar edhe për të krijuar një futbollist i cili do të shërbejë në radhë parë ekipit parë, por gjithashtu është edhe një mundësi për të shkuar më tej. Pra kjo është një mundësi shumë e mirë për këto futbollista, pra të shohim për 45 minuta dhe ndoshta edhe më shumë, po të shohim se s'bën një lojtar të ri në fushë nga të gjitha ekipet. Rregulli synon jo vetëm promovimin e talenteve, por edhe krijimin e një baze më të gjerë futbollistësh për të ardhmen, duke kthyer aktivizimin e të rinjve në një pjesë të rëndësishme të strategjisë së klubeve shqiptare.